Ramanburg, Berishamburg. Unë nuk jam dakord fare me këtë thirrje. Pse? Se deri më tani pam modelin Veliaj, Meta dhe të politikanëve të tjerë, të cilët janë në burg dhe po ju paguhet gjithçka. Po ju paguhet qelia, po ju paguhet ushqimi, dritat, uji, gardianët, psikologët, doktorët, ilaçet, madje dhe organizata që shkojnë për të argëtuar të burgosurit. Nga kush po paguhen? Nga ne? Nga ne taksa paguesit paguhen gjithçka. Ne paguhen për ta si kur janë jashtë, ashtu edhe kur janë brenda. Mendoni që kjo gjë është e drejtë? Mendoni që duhet vazhdoj kështu? Kemi parë deri më tani se si janë shkelur procedurat, se si tokat me vendodhje më të mira gjeografike janë dhënë investitorëve të huaj për 1 euro metri katror. Nuk na u dha kurrë neve mundësia që të investojmë, madje as nuk u pyetëm kurrë. Pra kjo gjë nuk duhet vazhdoj kështu. Për mendimin tim, është shumë e tepërt. Dhe ju e dini se çfarë duhet të thrisni në këto raste. Shqipëria e shqiptarëve.